dua të bëj një thirrje për Spakun, që ta bëjnë të mundur që ky revolucion ndodhi paqësisht. Unë vi këtu dhe gjeneratës që i përkas e ka me ro Adem Jasharin, ndërsa sot Spaku e ka mundësin që të bëhet hero për fëmijët tanë. Që fëmijët tanë kur të rriten dhe të gëzojnë Shqipërinë e re që ne duam të ndërtojmë, të kenë herojnë prokurorët e Spakut. Kështu që hetoni Edi Ramën, hetoni ministrat me afera korruptive, çojni ata në burg, pasi arrestimi e Edi Ramës do i hapte rrugë procesit dhe Shqipërisë së re. Patjetër edhe Berishës. Rama në burg, Berisha në burg. Berisha në burg, Rama në burg, Berisha në burg. Sa herë dalun i ikën sinjalin janë 2 televizione, po prapë nuk mërzitemi. Unë them drejtën dola sot flas për blerjen e ret mërkatës së korrupsionit që është Endri Fuga, e solli nga larg për të prishur algoritmin, po besoni ka bërë gabimin e jetës, se tani që u kthye do ta fusim edhe Endri Fugën në burg, se kemi informacion edhe për korrupsionin e tij. Kështu që ju lutem sa më shumë video, share, komente dhe like të çdo influenceri që shpërndan protestën, dhe dje ka bërë edhe një takim me influencerë që nuk e duan protestën. Tani ju them gjithë tyre influencerëve se cili nga ata që do të dali kundër protestës do ju nxjerrim fondet që kanë marrë nga kjo qeveri, edhe do t'i çojmë edhe ata me dosje në burg. Rama në burg, Berisha në burg. Me 3 fjallë e përmbledh veprën e Edi Ramës, tradhti, shitje dhe përçarje, tradhtoi kombi shqiptar, shitje se shiti Shqipërinë për favorin e interesave të veta, dhe përçarje se do të përçaj veri jug, do të na përçaj pas na përçan dorët, e ka shit Shqipërinë për ne, nuk e lejojnë, dhe në emër të popullit e shpallim tradhtar të kombin! Është një gazullim i madh të shohësh gjithë këtë furtunë që po ndodh në këtë shesh. Unë sot jam jo mos je i meku që foli një herë. Unë jam si një nga ju që mora valizhen e rëndë, që më beshonte për ta tërhequr të varë aeroporteve, që u mbush me lotët e prindërve tanë ditën që do t'ikni. Ato lotë duen shpaguar, ato lotë janë për neve. Ne do t'i dalim sot vëndit tonë, dy vargjet e një këngë popullore tonë. Lorë moj e bukura në gropë, po të shesin të sot, po Shqipëria sot ka sot, dhe për të luftojmë ne. Ne duhet i jemi këtu. Ne jemi ata që duhet ta shtyjmë për para Shqipërinë. Unë sot jam tu për të bërë thirrje për të gjithë kolegët e mi që morën rrugën e mërkimit dhe shërbejnë në vendet e huaja, duke kthyer kokën pas se prindrit e tyre i lanë në mëshirë të fatit. Nuk jeni asnjë nga ta pa e kthyer syrin prapa, pa i mbushur me lok, e pa i dhimbur shpirti kur ngjisnin shkallët e aeroporteve dhe të porteve. Sa kohë zoti Rama po shohim këto tragjedira. Ne jemi të rinj, por ne do t'i japim shpresë e shërbim vendit tonë. Rama jep dorë.
prindër që ejnë të spitaleve për pamundësinë për të marrë trajtimet e duhura. Sepse emërusi për bashkët është korrupsioni që është lezur në Deutsche Lise. Deutsche Lisa nuk mund të shuhen për vetë sësa me një intervent të thellë dhe rrënjësor për të shbërë atë që është bërë deri tani. Nuk janë shqiptarë, shkrepat e shqipeve po mlidhen sot dhe ky është shembulli më i mirë që mund të marrësh. Ne nuk jemi me ndasi, ne jemi bashkë e si ka hera është treguar që këto shkrepa mlidhen kur Shqipëria ka nevojë. Rrëf Shqipëria, rrëf Barbarini. Se moshatarët e mi ndoshta kanë sikletin e kamerave, por tani ndjej vërtet flas edhe jam shumë e lumtur që jam këtu sot me juve sepse ndjej fort dhe nuk kam aspak frikë. Dhe më në fund jemi gjithë bashkë këtu. Doja të flisja më shumë sepse nxënësit e mi gjithmonë më thonë, Zësha, unë kam shumë dëshirë të flas atje, fol ti për neve, ne jemi shumë të lumtur, më në fund prindrit e ta janë të lumtur. Ne jemi më në fund të lumtur sepse po flasim dhe kemi mundësi të tregojmë vërtetën. Ne jemi gjithë bashkë. E dimë për shkolla, në gjithë shkolla, tashmë flitet vetëm për të proteste dhe se mund ta thonë pushoni, nuk është protesta, ajo që duhet bëni, keni arsimin, keni çdo gjë, arsimi nuk funksionon, asgjë në arsim nuk funksionon. Dhe më në fund kemi të drejtë të flasim pa frikën se mos marrim ndaj katër. Edhe vërtet nuk kam frikë më të marr katër, se dal këtu nuk kam juve gjithëve dhe gjithë kemi njëri tjetrin, kështu që mund bëhet çfarë bëhet tani. Dhe e fundit, jam jashtëzakonisht e frymëzuar, ndaj nuk doja shkruaja asgjë, sepse fjalët burojnë vetë. Dhe më në fund kemi mundësi të shprehim gjithçka, kemi vuajtur për kaq shumë vite. Dhe unë vi nga rrethe dhe babi nuk flen asnjë nat pa e çuar protestën deri në fund se s'ka mundësi vetë vi këtu. Dhe sot jam këtu për të thënë që unë do flas gjithmonë për të dhe ai jashtëzakonisht i lumtur për ndryshimin që ne do bëjmë. Dhe ne do bëjmë ndryshim dhe kjo është e sigurt. Thjesht mos dorëzohemi. Rama, ne te dorëheqë! Për para se të bëj një thirrje për gjithë ju rujtëzoni, kam dy rreshta për këtë El Cancero. Anë mban po flet gazeta, në Tiranë ka hyrë kometa. Çirët Rama i pataksur, s'është kometa, është diaspora si Shqiponja me ka hapur. Gjitha shtiqet ja blokuan, nuk e kuptuan. Shohin t'i burën kras Shqiponjës, Ismailin me boletinit që dronë ditën perëndimin. Shpejt reagoj dhe Evropa kur i pa. Jam të lash, Ramës i than. Jam të fort e janë si hekur, bitë e Shqipës nuk kanë vdekur. Bitë e Shqipës nuk kanë vdekur, janë të gjallë, janë i jetë, me fedorajnë me ka Shqiponjës. Nanës vetë. Tani, diçka, unë ja them vetë shpesh, edhe ju du t'ja thoni vetë shpesh. Qofsh musliman, qofsh katolik, qofsh ortodoks, një gjë është si ku gjithë jemi kalimtar në këtë botë, gjithë. Edhe, prandaj, kjo që po ndodh, është një muzje artë, vjen një herë në 1000 vjetë ndoshta. Prandaj, mos u dorëzoni. Prandaj, Koricot, na do shpresën që të kthehemi dhe t'i rrisim fëmijët tonë këtu. Ky pres na do shpresën që këto tradhtorë zhduken dhe kur t'ikin po t'i çonin burg, po largoheni nga ky vend. Shqipëria është e jona, vdekje tradhtorëve. Radha edhe pengmarrësit të opozitës, a i ka dalë sot dhe ka thanë që ne nuk duhet t'i bëjmë konkurencë kësaj proteste sepse i kemi forcat. Con la storia, l'Italia vi produce, vi vuole bene, è presente perché loro
particolare la democrazia e la libertà. Non si è mai visto un gruppo umano così importante. Grande Albania, avete coraggio, viva l'Albania! Avete avuto le palle di venire in piazza contro la corruzione per la libertà del vostro futuro. L'Italia è con voi. Grazie Albania, grazie al vostro coraggio. Non volete, siamo con voi, siamo con voi. Rivoluzione, 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 rivoluzione. Nga diaspora, dhe shumë prej jush po na falenderoni që erdhëm këtu. Mirë po, unë dua të falenderoj juve. Faleminderit që na bën të ndihemi krenar për që jemi shqiptar. Faleminderit që na bën të ndihem që gjaku që kemi në këto vlera është shqiptar. Na dhat një mision, na dhat një detyrë dhe ne përmbushëm. Ja ku jemi. Prandaj, le të mos i çojmë dëm të gjitha këto mundime, të gjitha këto sakrifica, të gjitha këto ditë që kemi qëndruar të bashkuar dhe le të qëndrojmë akoma, pa dallim feje, pa dallim krajine, të gjithë të bashkuar dhe të ndjekim këtë qeveri, e cila ka vjedhur të popull. Le të krijojmë një qeveri teknike tonën, dhe më pas të kemi zgjedhjet e para të lira në Shqipëri, që të mund të jemi një shtet i lirë dhe sovran. Ju dua të gjithve, faleminderit që na bëni të ndjemi krenar që jemi shqiptar. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Falenderit! Welcome ata që u kanë ngjerë qoftë i krips gjak shqiptari. Jepi dorëqen! Jepi dorëqen! Jepi dorëqen! Çoni vendi në zgjedhje! Jepi dorëqen të gjithë! Në shoni këtë! Në shoni këtë kriminal! Rama për Berisha Burg! Rama për Berisha Burg! Rama për Berisha Burg! Rama për Berisha